Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Pasion Kuzhine. Sot do t'ju tregoj një recetë që do t'ju kursej kohë dhe do t'ju manis me shijen. Janë sardele më të buta dhe aromatike të përgatitura në vetëm 10 minuta. Nëse doni një vak të shëndetshëm dhe super të thjesht, kjo video është për ju. Le të fillojmë nga puna. Si e shikoni, këtu kam sardele të cilat unë i kam pastruar më parë. I vendosim në një tenxhere presioni, shtojmë 3-4 gjethe dafine, këtu kam një spec të kuq, i pastrojmë nga farat dhe do mundohemi ta presim sa më holl. Mund të jetë spec i zakonshëm, por mund të jetë edhe pikant nëse juve ju pëlqejnë djegëset. Por ky është spec i ëmbël. Në familjen time jo të gjithë i duan pikantet. Mundohemi ta presim holl. Dhe më pas do ta shtojmë në tenxherën e presionit. Do marrim një thelpi hudhër, me që kjo është hudhër e madhe e plot. E pastrojmë lehtë në këtë mënyrë, e shtypim pak dhe presim në pjesë të vogla edhe hudhrën. Nëse janë nga ato hudhrat e vogla, edhe 2 thelpi hudhër është okay. Bashkuam me sardelet në tenxhere. Vazhdojmë të shtojmë një lugë të çajit me krip. Shtojmë piper të zi kokër, por do t'i shtojmë edhe piper të bluar për një shije edhe më të mirë. Do shtojmë diku te 50 ml uthull molle e kam unë. Por mund të jetë uthulla që juve ju ndodhet në shtëpi, është pa problem. Dhe bollshëm vaj ulliri, diku tek 100 ml vaj ulliri, ose e thënë në masa kuzhine 2 filxhan kafeje me vaj ulliri. E mbyllim në presion, tenxhere presioni, dhe e lëm të ziejë për 10 minuta. Minutazhi i matit në kohën që përshëllen valvula. I kam lënë për 10 minuta, hapëm kapaku dhe sardelet duken perfekt. Vjen dhe ajo aroma e mirë e sardeleve. Dhe ku kam më mirë, i shërbejnë bukur, duke i shtuar pak majdanoz sipër, edhe pak vaj ulliri. Natyrisht nuk do mungoj edhe lëngu i sardeleve, që është kaq i mirë, dhe kur i marrim sardelet e gatshme, gjithmonë lëngun e kutisë unë e flak. Edhe vaj ulliri, pak majdanoz, dhe shihni sa bukur që duken. Janë kaq të buta dhe shkrihen në gojë. Nëse ju pëlqeu kjo recetë e shpejt, mos harroni të bëni like videos dhe të abonoheni në kanalin tim Pasion Kuzhine për më shumë receta plot shije. Provoni dhe më shkruani në koment si ju doli. Ju bëft mirë dhe mirupafshim në videon tjetër. Me dashuri nga kuzhina ime.